Kemi 15 vota, ato që janë, nëse dikush dëshiron të ketë, duhet të bisedoj me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kur ulet flas me LDK-n, do të flas për një kandidat që i përfaqëson interesat e popullit të Kosovës, jo vetëm interesat e një partie politike. Kemi diskutuar, bisedojmë për çështje me rëndësi vitale për Republikën e Kosovës. Ajo që ka themi vazhdimisht është se nëse dikush don marrëveshje politike me LDK-n, duhet bisedoj edhe për çështjen e presidentit. Por nëse dikush mendon të imponoj kandidat dhe si duan votat e LDK-s, le të kenë fatin e botës, le ndoshta edhe zgjedhin presidentin dhe pa votat tona që i kemi 15 vota. Ato që janë, nëse dikush dëshiron të ketë, duhet bisedoj me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kur ulet flas me LDK-n, do të flas për një kandidat që i përfaqëson interesat e popullit të Kosovës, jo vetëm interesat e një partie politike. Shumë individ do të shprehin gatishmëri për një pozitë aq fisnike të madhe, por kush e merr unitetin edhe kush e përfaqëson 80 voçin e Parlamentit të Kosovës, kjo mbetet shihet brenda diskutimeve partive politike. Por njerë duhet të ulemi ne partitë politike dhe ta bëjmë këtë adresim jo bazë të individit, akomodimit të individit në pozitë, por bazë të një pozite që kërkon konsensus të 80 voç. Pra nuk është galja e Kosovës ku është cili individ ku. Galja e Kosovës duhet të jetë kush është stabiliteti domosdoshëm dhe kush e siguron 80 votat e ardhshme. Besoj që mendon dikush që duhet të shkojë në zgjedhjet e reja, besoj që ka plot kandidat konsensual. Ndoshta s'ka nevojë dikush për votat e LDK-s fare. Nëse ka, LDK ka adresë, ka dhe do të ketë zot shtëpie, po ashtu mund të flasim për çështje me rëndësi, jemi të hapur për stabilitet institucional, jo për asnjë krizë tjetër politike në Republikën e Kosovës. Nëse ka nevojë dikush për 15 votat e LDK-s. Por nëse s'ka, është krejt legjitime në qëndrimin politik e bëjmë qartë, por për këtë qëndrim do të flas fillimisht me deputetët e zgjedhur të LDK-s, me kryesinë e LDK-s. Fati mirë është që po e mbajmë edhe një kuvend LDK-s, edhe kuvendi mundet me vendos aty, edhe me dhënë drejtim çështjeve bazike.